Dashi, sot do bëni shumë përpjekje për ta stabilizuar jetën, madje mund të hiqni dorë edhe nga disa gjëra të shtrenjta për këtë gjë. Pas një periudhe jo shumë të mirë për jetën tuaj në çift, gjërat do fillojnë të normalizohen. Do jeni më të logjikshëm e do pajtoheni me partnerin. Nëse jeni beqar, duhet të qartësoni një herë mendimet para se të hidhni hapa sepse përndryshe do lëndoheni. Në punë do vazhdoni të realizoni një nga një të gjitha projektet që keni pasur pa ju dridhur syri. Sektori i financave nuk do të jetë i shkëlqyer, por mjaftueshëm i mirë sa për të bërë investimet më të nevojshme. Demi, qielli do hapet sot e do lindin rrezet e para të diellit. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni momente shumë të këndshme pranë atij që dashuroni e do ndjeni më të sigurt për të hedhur hapa më tej. Ju beqarve nuk do t'ju joshin më aventurat kalimtare e do jeni në kërkim të dashurisë së madhe. Mundësitë nuk do të jenë shumë të mira, por të paktën do tentoni. Në punë, Urani do t'ju ndihmojë të realizoni në mënyrën më të mirë projektet e nisura e do merrni plot vlerësime e falënderime. Edhe vetë do e kuptoni se tashmë e keni bërë çdo gjë edhe më mirë. Financat do jenë më të normalizuara. Binjakët, përgatituni për një ditë të ngrohtë dhe emocionuese sot. Nëse jeni në një lidhje, do e forconi edhe më shumë marrëdhënien e do luftoni fort me rutinën që ka filluar t'ju pushtojë. Pasdite çdo gjë ka për të qenë më e bukur. Nëse jeni beqar, pasioni do t'ju pushtojë si me magji, sepse më në fund do filloni lidhjen me personin që aq shumë e keni adhuruar. Në punë mos prisni të arrini asgjë vetëm mendimin e të tjerëve, por bëni edhe ju përpjekjet tuaja. Pozicionimi i Plutonit do bëjë që edhe buxheti të ekuilibrohet goxha. Nuk do të jeni më impulsiv me shpenzimet. Nga Forja, planetët nuk do t'i keni në krah sot dhe nuk do të keni një ditë shumë të mirë. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj nuk ka për të qenë më aq e fortë sa më parë dhe kjo për shkak të mungesës së përkushtimit nga ana juaj. Do i përkushtoheni më tepër familjes dhe punës sot. Ju beqarët nuk do doni të bëni asgjë me detyrim, edhe nëse ata që pëlqenin nuk do t'ju akthejnë, do preferoni të prisni në qetësi. Në punë do jeni më guximtar dhe do filloni një projekt të madh. Për financat, kombinimi i yjeve nuk do të jetë i favorshëm dhe her pas here do ju dalin goxha probleme. Luani, Urani do ndikojë shumë pozitivisht gjatë kësaj dite në jetën tuaj e do t'ju bëjë të jeni të qeshur. Nëse keni një lidhje, mund të bëni e mund të merrni deklarata me personin në krah. Mjedisi yjor ka për të qenë i favorshëm për gjithçka. Nëse jeni beqar, mundohuni të tregoheni më pak kërkues dhe keni për të gjetur më shumë persona të përshtatshëm. Në fund të fundit, askush nuk është perfekt dhe ne duhet ta pranojmë këtë gjë. Për punën do të jetë një ditë e shkëlqyer. Do keni ide fantastike si të arrini më lart dhe do t'ja dini t'i realizoni. Për të stabilizuar financat do luftoni aq fort sa që nuk e kishit menduar ndonjëherë, por në fund ama do arrini rezultatet e shumë pritura. Virgjëresha, gjatë kësaj dite do dini t'i zgjidhni fjalët e duhura për të bindur e për të tërhequr vëmendjen. Ju të dashuruarit do jeni shumë më të përgjegjshëm dhe marrëdhënia me partnerin ka për të pasur shumë përmirësime. Edhe ju beqarët do jeni gjatë gjithë kohës të vëmendshëm e do përfitoni nga mundësitë që do t'ju jepen për njohje e për takime. Për ju çdo gjë ka për të qenë më e bukur se më parë. Në punë do jeni me fat sepse kolegët do t'ju mbështesin gjatë gjithë kohës. Në planin financiar duhet të bëni më shumë durim sepse po kërkuat që situata të ndryshojë menjëherë, mund të gaboni. Peshorja, shenja juaj do influencohet pozitivisht nga yjet gjatë kësaj dite. Do i merrni gjërat me shumë seriozitet e nuk do rreshtni së buzëqeshuri. Për ju që keni një lidhje, pritet një ditë e animuar. Marrëdhënia me partnerin do konsolidohet edhe më shumë e do të mbizotrojnë emocionet pozitive. Nëse jeni beqar, më mirë të mos hidhni asnjë lloj hapi sot sepse mund të lëndoheni pa mas. Për punën është dita ideale për të reaguar e për të vepruar. Planetët do t'ju japin një forcë të paimagjinueshme. Financat do përmirësohen fal një promocioni që do merrni nga një projekt i rëndësishëm. Akrepi, shpesh do ndjeni të pafuqishëm sot e nuk do arrini dot të hidhni hapat që keni menduar. Nëse jeni në një lidhje, duhet të bëni të pamundurën për të ruajtur një klimë të ngrohtë. Të shumë do të jenë personat që do mundohen t'ju prishin punë, prandaj bëni kujdes. Ju beqarët do jeni shumë lozonjarë dhe joshës, kështu që mund të tërhiqni pas vetes cilin do që do ju pëlqej.
Në punë vështirësi do ekzistojnë, por kjo nuk do të thotë që ju ta lëshoni plotësisht veten. Merrni masa dhe mund t'ja dilni mban. Sektori i financave do të jetë më shumë fat. Do keni para edhe për të bërë investime, edhe për të hequr më njanë. Shigjetari. Her pas here do jeni me nerva sot dhe mundet të debatoni ashpër me çdo që do t'ju dalë përpara. Jeta juaj në çift mund të ketë edhe momente delikate, por në tërësi gjërat kanë për të ecur goxha mirë. Mes jush nuk do të ketë as probleme. Nëse jeni piqar, nuk do doni të bëni asnjë lloj ndryshimi në jetën tuaj, sepse edhe ashtu do ndiheni për mrekulli. Në punë nuk do doni as pak të dëgjoni çfarë të tjerët do t'ju thonë dhe duke vepruar me impulsivitet e kokëforci mund të gaboni. Buxhetin do dini gjithmonë si ta menaxhoni, kështu që gjendja do të jetë e kënaqshme në çdo moment. Briciapi. Nëse nuk bëni asnjë çmenduri dhe qëndroni gjatë gjithë kohës me këmbë në tokë, nuk do të keni asnjë problem sot. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia me partnerin do thellohet edhe më tepër. Do I harroni të gjitha problemet që keni pasur dikur e do e shihni botën me një sy tjetër. Nëse jeni beqar, nuk do keni fat në dashuri, kështu që do të jetë e kohë që të tentoni të joshni. Në punë më mirë siguroni mirë para se të veproni në mënyrë që të mos gaboni e të mos lëndoheni. Saturni do t'ju qartësoj mendimet në planin financiar e nuk do hidhni asnjë hap të nxituar në këtë sektor. Gjendja do mbetet e mirë. Ujori. Ditë shumë e bukur ka për të qenë kjo e sotmja. Do t'ju ndodhin shumë gjëra interesante që do t'ju ambushin zemrën. Ju që jeni në një lidhje do gjeni mënyra nga më të ndryshmet për t'i treguar partnerit sa shumë e doni dhe ai do të ndihet më së miri. Ata që kanë kohë bashk mund të marrin edhe vendime të rëndësishme që do t'ju ndryshojnë të ardhmen. Ju beqarët nuk do të keni dashuri me shikim të parë, por nuk do t'ju mungojnë njohjet që shumë shpejt do të shndërrohen në diçka më shumë. Në punë do jeni energjik e nuk do ndaleni asnjë moment për të bërë ato që keni planifikuar. Financat nuk do të kenë asnjë lloj problemi. Peshqit. Pas një periudhe jo shumë të begat, sot problemet do mbarojnë e do e shihni me shumë optimizëm të ardhmen. Nëse keni një lidhje, do I shprehni edhe më shumë ndjenjat e nuk do ndjeni për asnjë moment mërzitje. Nëse jeni beqar, Venusi do krijojë kushtet e përshtatshme për një takim breslënës, I cili do ndryshojë gjithë të ardhmen. Në punë ambicia do rizgjohet e do e keni më të lehtë nga më parë për të arritur objektivat që I keni vënë vetes. Buxheti nuk do të jetë I shkëlqyer, megjithatë me një menaxhim të mirë do t'ju dalin parat për të kryer shpenzimet më të domosdoshme.